Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya al mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Pra jemi në hijen e haditheve nga libri i Riyadhus Salihin. Konkretisht tek kaptina, ndejemi tek kaptina e durimit, pra kaptina e sabrit, pra hadithi i radhës transmetohet prej Enesit radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos e shpresoj dikush prej jush vdekjen për shkak të ndonjë vështirësie që e ka goditur, edhe nëse e ka patjetër të thotë diçka, le të thotë: o Allahu im, më jep jetë aq sa është jeta e hajrit për mua dhe më vdis kur të jetë hajr për mua. Pra këtu përfundon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse e shohim këtë hadith, domethënë krejt ajo çështja kryesore që ka të bëjë hadithi, ka të bëjë me durimin, pra me sabrin, sepse radhitet në ato hadithet, një grumbull të haditheve çka ja flasin rreth kësaj teme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të hadithit thotë: mos e shpresoj dikush prej juve vdekjen. Wallah, merr ma shpirtin. Ma mirë të ma kishe marrë shpirtin, e kështu me radhë. Fjalë të cilët ndodh që i ndëgjojmë prej njerëzve. Njerëz të cilët janë në vujtje, ose kanë probleme, belaja, vështirësi, smundje, ose s'kan krah, e kërkojnë vdekjen. Wallah, merr ma shpirtin. Ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam çka thotë? Mos e shpresoj askush prej juve, mos ta dëshirojë dikush prej juve vdekjen për shkak të ndonjë vështirësie që e ka godit. Pra, krejt ne jetojmë në dunja. Krejt prej neve, secili ka vështirësitë e veta në jetën e vet. Dikush në shëndet, dikush në familje, dikush në fukarallëk, dikush në vlad, lloj-lloj sprovave në të cilat lloj-lloj njerëz, më thonë, i kanë ndryshme. Ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na mëson një tërbije, një edukat shumë të rëndësishme. Thotë: mos e shpresoj askush për juve vdekjen për shkak të një problemi, për shkak të një vështirësie, për një belaje të cilën ai ka, sidomos belajat të cilat janë në shëndet, sprovat të cilat janë në shëndet, të cilat shumë prej njerëzve pra nuk mund t'i përballojnë. Edhe thotë: nëse ka patjetër thotë diçka, atëherë le të thotë: o Allahu im, më jep jetë atë sa është jeta e hajrit për mua, dhe më vdis atëherë kur është e hajrit për mua. Pra shumë prej njerëzve, pra shihet prej këtij hadithi se shumë prej njerëzve e shohën vdekjen si rahati, do rahatohen. Po vdiqa, u zgjodhen krejt problemet. Ndërsa atëherë, vetëm se fillon një fazë e re, e gjatë, kjo fazë kryhet, fillon faza tjetër. Pra kjo është një periudhë tranzitore dunjaja. Dunjaja tranzit. Pra nuk është, më thënë, vendbanimi i përhershëm. Nuk kemi krijuar ne për këtë dunjë. Kjo dunjë është si mjet për ta fituar atë qëllimin kryesor që e kemi ne. Pra shumë prej njerëzve e shohin si të vdes do rehatohem. O Allah, ma merr shpirtin, të rehatohem ma prej kësaj. Kjo pak i bjen sigur se njeriu mos me di se çka e pret mbas. Ose për shembull është aq shumë i sigurt në veten e vet se unë kam siguruar lehtësimin. Nëse vdes, kam me pat malet atje. Edhe kjo po ashtu aludon se ky njeriu, domethënë, ka mendim se do rahatohem prej kësaj belaje, mirë po më pret atje diçka më e mirë. Nëse e shohim te ajeti i dytë i surës El-Mulk, ku thot Allahu subhanahu wa taala: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dhe është ai i cili e krijoi vdekjen edhe jetën për të parë cili prej jush është më vepërmir. Pra nëse e shohim ajetin pak, thot Allahu subhanahu wa taala, ai është i cili e krijoi vdekjen edhe jetën. Ndërsa ne muhabetet tona përditshme, thëmë jetojsh edhe vdesish, pra gjithmonë te ne jeta u përpara, pastaj vdekja. Ndërsa Allahu xhallahu ala e ka përmendur vdekjen, pastaj ka përmendur jetën, sepse jetën e kësaj bote Allah e ka quajtur vdekje. Pra jeta e kësaj bote është vdekje, realisht jeta e përtejme, jeta e ahiretit është jeta pra reale.
Ndërsa thot Allahu xhallahu ala me një jetë tjetër. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thuaj vdekja prej të cilës ju ikni, ajo ju kape. Mirë po, edhe kjo vdekja kur i kapën njerëzit, disa rahatohen, disa do me thonë shkojnë ndema ketë se që kanë qenë. Sigur se Allahu i ka përmendur, ka thonë, en-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, zjarë të cilit ata i ekspozohen mëngjes edhe mbrëmje. Wa yawma taqumu as-sa'a, ndërsa kur të ndodhe sahati, kur të ndodhe çasti, adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab, fut në parinë e faraonit, të afërmit e faraonit, familjen e ati, në dënimin më të dhëmshëm. Pra dënimi më i vogël çka ishte? Shumica prej komentatorëve të Kuranit kanë thënë se kjo jetë është për jetën e varrit. Pra en-naru yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, zjarë të cilit ata ekspozohen mëngjes edhe mbrëmje. Wa yawma taqumu as-sa'a, ndërsa kur të bëhet saati çasti, atëherë ata futni në dënimin më të dhëmshëm. Pra njerëzit në varr dënohen mëngjes edhe mbrëmje, jo besimtar. Mëngjes edhe mbrëmje. Për këtë mos mendoj njeriu se do rehatohem si të vdes. Krejt sendet kanë me qenë më mirë. Po tash, më thon, fillon faza tjetër. Nuk e di asnjëri prej neve se ka të garantuar se si ka me qenë më rahat apo ka me qenë pra në dënim. Pra për këtij hadithi po ashtu mësojmë se besimtari pajtohet me caktimin e Allahut, ose duhet që të pajtohet, ta trajnoj veten që të pajtohet me caktimin e Allahut. Pra Allahu për çdo krijesë ka caktuar kader, caktim. Edhe është prej kushteve të besimit që ne si besimtar ta besojmë kaderin e Allahut, se disa sende nuk janë kompetencat tona, nuk janë fuqinë tonë disa sende. A do smurem, apo do jemi shëndosh, a do bëjmë ndeshje, apo kur do vdes, këto nuk janë në kontrollën time, nuk janë në kontrollën askujt. Pra këto janë kaderin e Allahut subhanahu wa taala, në caktimin e Allahut. Disa sende ka mundësi që njeriu të bëjë zgjedhje, mirë po në disa sende pra s'ka mundësi pra që të bëjë zgjedhje. Po ashtu nga ana tjetër, ai njeri i cili është neglizhent e bën të kundërtën çka e bën besimtari, hidhrohet me kaderin e Allahut, ose nuk pajtohet me kaderin e Allahut, ose flet edhe vepron vepra me të cilët e kundërshton caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pati sprova, të cilëve ju bani ball me durim. I vdiqën e vladi, ju vran shumë prej shokëve të ati, mori pjesë vetë luft, u luftua, u persekutua, i bën atentat, e plagosën, e helmun, thamë, shumë prej këtyre sprovave të dunjas të cilit asnjëri prej neve si ka ndodhur. Mirë po i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i pas këto sprova, edhe i përballoi, i vdiqë vladi. Prej vladët e vegjël i vdiqën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka tha? Me të vërtet zemra mërzitet, edhe syri loton. Mirë po ne nuk themi përveç atë çka e kënaqën Zotin tonë. Pra kur i vdiq Ibrahimi, djali vetë tha këtë fjalë. Pra po, tamam s'ka gajre, mërzitesh, brengosesh. Mirë po nuk themi fjalë me të cilët e kundërshtojmë caktimin e Allahut xhallahu ala. As nuk e fajsojmë Allahun, o Allah, pse prengam gjete mu. Pse pikërisht mu ma çove, pse si ja çove filanit e kështu me radhë e kështu me radhë. Allahu e din më së miri se më thanë edhe në veprat e tija Allahu xhallahu ala pra ka urtësi. Prej hadithit kuptojmë se Allahu din gjithçka. Prej emrave të atij është El Alim. Pra është i dituri, çka din. Edhe ne dim. Mirë po dituria jon është e kufizuar. E cekët dituria jon. Allahu na ka dhënë neve dituri shumë pak. Nga ajo krejt çka e dim ne dhe mendojmë se dim edhe njohim njerëz dietarë kështu me radhë, e pakët është ajo dituria, ndërsa Allahu subhanahu wa taala pra është i gjithdijshëm. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada", edhe njeriu nuk e din se çka do fitojë nesër. "Wa ma tadri nafsun bi ardhin tamut", edhe nuk e din nefsi njeriu se në cilën tokë do vdese. Pra njeriu nuk din çka do fitojë nesër. Çka do ndodhe me mu nesër? I kemi planet tona. Edhe Allahu ka caktimin e vet. I bëjmë planet tona. Mirë po pikpyetja do realizohen, sepse ne bëjmë shumë plane. Bëj plane për veten time, tash planet e vladit t'i la diçka, nipit edhe stërnipit e kështu me radhë, jo vetëm plane për ne, po e shkojmë ndë më tepër.
për arsye se apetitet tona për dunjë kur njëherë nuk janë në botë. Vetëm sa më shumë kemi, aq më shumë lipim. Aq më tepër kërkojmë. Ndërsa Allahu xhallahu ala ka thënë: "Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada." Nefsi njeriu nuk e din se çka do fitojë nesër. Edhe as nuk e din se në cilën tokë do vdesë. Ndërsa hadithi tjetër transmetohet prej Ebi Abdillah Khabbab ibn al-Arat, thot: "U ankuam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: A nuk duhet lutish Allahun që të na ndihmojë neve?" A i tha: "Kanë qenë para jush, sillej një burr dhe hapej një grop dhe e fusnin në ata. Pastaj sillnin një sharr dhe ja prisnin kokën për gjysmë. Dhe krehej me krehër të hekurta, derisa ju ndahej mishi prej kocit." Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo nuk e zbrapte atë prej fesë. Wallahi, po e plotson, dhe vallahu subhanahu wa taala do e plotsoj këtë fenë. Derisa kalor si shkoj prej dhe në Sana deri në Hadramaut dhe nuk i friksohet askujt përposa Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po prapë se prapë ju jeni popull i cili nguteni. Pra këtu është përkthimi i përgjithshëm i ajetit, më thënë përkthimi i parafort i hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e shohim transmetuesin e hadithit, është Ebu Abdillah Khabbab ibn al-Arat. Pra ki Khabbab, kush ka qenë? Ki ka qenë një prej sahabëve të parë të cilët e kanë pranuar Islamin. Pra ky hadith është në periudhën e Mekës, nuk është periudhën në cilën kishte në Medinë një farë qetësie dhe paqe relative. Pra bëhet fjalë për periudhën mekase. Ki Khabbab ka qenë prej të parëve të cilët e kanë pranuar Islamin. Rinist, as nuk i ka pat as 20 vjet. Në transmetim e thuhet se nuk i ka pat as 20 vjet. Ky Khabbab ibn al-Arat është torturuar për shkak të fesë atij. E kanë rrahur, e kanë maltretuar, edhe madje ja kanë shkul edhe kimet e trupit, më thënë flokët, ja kanë shkul edhe flokët. Edhe thuhet se këndezës edhe zjarë edhe kanë tërhek në për zjarë. Edhe ky person e transmeton këtë hadith, edhe çka i thotë dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam në periudhën, pra bëhet fjalë për periudhën mekase. U thotë, u ankuam te i dërguari Allahut. A nuk do lutish Allahun mot na e lehtësoje, mos e u lodhëm ja Rasulullah. O i dërguari Allahut, nuk bëhen ballë të sprova. S'mund t'ju bëjmë ballë tyre sprovave të cilat janë dunahart. Më thon shifet tortura e kështu me radhë, këtu çka, më thon torturat më shtazarake çka unë, ja kanë bën këtij rinistit. Edhe shkon edhe te i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i thot: "Lutë Allahun na e lehtësoje pak." Sepse e ka ditur se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dua e cila pranohet. Ka mundësi që ta lutë i dërguari Allahut edhe t'i plotësohet duaja. Ndërsa çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tregon një gjë të cilën edhe ne për shembull jetën tonë të përditshme është mirë që njerëzve t'u rikujtojmë disa gjëra. T'u rikujtojmë disa gjëra. Çka për shembull? Edhe fëmijëve tonë. Ki fëmijë më të vegjël. Treguaja vujtjet tua se çka ke hek edhe çka ke vuajtur ti. Ashtu që ti dije pak disa sende. Fëmijës tonë mësoj disa sende. Mësoja disa vuajtje tuaja. Mësoja jetën tonë dhe si ka qenë më herët, sepse prindët tonë, edhe gjyshet, edhe stërgjyshet nuk e kanë pat jetën e lehtë edhe të rahatshme sikur se ne sot. Ne sot jetojmë luks. Për para 40 viteve, 50 viteve, 70 viteve nuk ka qenë jeta luksoze sikur se sot. Pra, sot jetojmë në mirësi të shumta. Edhe kjo na tregon, edhe kjo hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na tregon se duhet që njerëzit t'u përkujtojmë disa gjëra. I dërguari Allahu çka i ka përkujtuar Hababin, me gjitha ato tortura çka i ka përjetuar, edhe persekutimi është përballuar edhe vetë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po çka i ka thonë? Ka thonë: "Kanë qenë para jush, pra popuj, sillej një njeri edhe futej në një grop, edhe çka? Mbushej gropa. Edhe thot sillnin sharë dhe ja çanin kokën pra për gjys. Pra edhe më thani kanë mbyt. Njerëzve tjerë çka ju kanë bë? Ua kanë dajtur mishin prej koci, për zgjalli, domethënë. Me thonë me krehër të hekurt. Edhe thot, edhe kjo nuk i zbrapte prej fesë.
Pra për çka i kanë vrarë këto? Vetëm për shkak se kanë thënë Rabbun Allah. Zoti jonë është Allah. Nuk kanë pranuar që me thonë me gojët e tyre shqiptojnë diçka çka me të cilën Allah subhanahu pra nuk është i kënaqur, edhe pse është diskutabile në mesin e dietarëve, mirë po sidoqoftë është një ajet kuranor ku thotë Allah subhanahu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Përposa atij i cili është i detyruar ndërsa zemrën e ka të mbushur me iman. Pra është rasti Ammar ibn Yasir, i cili është torturuar, edhe familja e tij, edhe është torturuar deri në atë mas sa që normal janë kërcënuar edhe me vdekje, që ta shajë edhe të flet fjalë të këqija për të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka folur. Edhe pas asaj e ka brejt imani i brendshëm. Edhe pas asaj ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "O i dërguar Allahut, ata ma bën këtë edhe këtë edhe këtë." Edhe më qunë me zor, isha i detyruar që të flas fjalë të cilët nuk isha i kënaqur që t'i flas. Mirë po i thash. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Si e gjetë zemrën tënde?" Thot: "Zemrën e gjeta plot me iman." Edhe kia ajeti kuranor pra ka zbritur për këtë rastin, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Përposa atij i cili është i detyruar ndërsa zemrën e ka të mbushur me iman. Vetëm ky është rasti vetëm në cilën njeriu i është i lejuar që të thotë ose të bëjë ndonjë vepër e cila është për shembull kufër dhe në cilën arsyetohet te Allahu subhanahu wa taala. Raste të tjera pra nuk lejohet. Pra ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në të cilën i dërguari Allahut ju tregon sahabëve se ka pasur edhe popujt më hershëm që janë torturuar edhe janë vrarë, mirë po nuk janë zbrapsur prej fesë. Kanë bë sabër. Vdekja o një. Tash vdesësh. Pra edhe kjo vdekje le të jetë pra për hir të Allahut xhallahu ala. Edhe thotë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, wallahi kjo fe do shpërndahet edhe do përhapet. Edhe siguria do përhapet aq shumë sa që një kalorës do shkoj prej Sanaa, pra çka në Yemen deri në Hadramaut me qindra kilometra. Kalorës i ecën, nuk ka frikë kërkon. Ma thon pse? Do përhapet siguria, udhtoj njerëzit pa frikë. Pra kjo fe do përhapet edhe siguria. Ma thon do vinë kohra të rehatshme ma vonë. Mirë po thot ju jeni popull i cili ngutet. Pra e kanë këtë cilësi. Pra çka cila cilësi nguten. Kur ka me qenë kur ka me qenë lehtësimi prej Allahut, kur kemi lutur Allahun që të na vijë, më thon lehtësimi edhe kur do të kemi leje për të shpërngulur ose kur do të na jepë Allahu subhanahu wa taala leje për të bërë luftë kundër mushrikëve të cilët na torturojnë e kështu me radhë. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala thot: "A hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A thua vallë njerëzit menduan se do të thonë besuam edhe mos provohen. Pra shife, na tregon Allahu xhallahu ala në këtë ajet. Thua vallë njerëzit menduan se do thonë ne jemi besimtar, ne falim namaz, ne jemi të kapur për sunetin, edhe mos provohen, mos me të ardhë sprova, krejt jetën e rahatshme, mos me pat askush, mos me shiku shtremat, mos të diskriminu askush në kufi, mos me të bë problem ty ose shoqes ose fëmijës tonë për mbulesën. A thua vallë mendove se krejt kanë me qenë rrafsh, askush s'ka me të ngacmu, askush s'ka për shembull ummeti i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me luftu. Sigur se për shembull luftohet në lindje dhe në perëndime gjithandej. Pra prej këtij hadithi shihet se kërkesa e Khababit ka qenë e sinqertë, sepse është njohur njeri i sinqert. Nuk është munafik, as nuk është rrens. Njeri pra i cili ju ka bë ball tortura me zjarr, para mendon. Torturë me zjarr, mirë prapë se prapë. Rinist. Ti cili ende në 20 vjet nuk i ka pat. Krahasohet si rinistat e sodit që kanë 17-18 vjet. Me orë të tëra qajnë pse ka humbur Fortnite. Qanë pse ka humbur Fortnite. Qanë pse ka rok pak dielli. Qanë pse a thi pak telefoni xhami. Me thënë për kësisjen dhe të vogla qajnë. Ku janë këta rinist edhe ku është pra Khabab ibn al-Arat. Pra shifën e pra si kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra po ashtu prej këtij hadithit kuptojmë se fitoria s'vjen pa sakrificë, s'vjen pa lodhje dhe pa gjak. Pra edhe këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nguliti në zemrën e sahabëve. S'ka mundësi me ardh fitoria me lehtësi.
dal nga dal, do piqen kushtet për me ardhë fitoria. Ka nevojë për sakrificë. Edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u edukuan në këtë formë, që të bëjnë sakrificë për hir të Allahut xhallahu ala, edhe të bëjnë sabër, bëjnë durim, sepse e kishin mësuesin më të mirë të njerëzimit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Për këtij hadithit kuptojmë edhe një çështje shumë të rëndësishme. E ajo se fitoria vjen në ato momente ose në atë kohë kur këputen shpresat ose shkëputen shpresat prej krijesave dhe prej njerëzve. Edhe ngjelin shpresat vetëm te Allahu subhanahu wa taala sinqerisht. Përderisa mbajmë në shpresat e filonit, më thonë të këto sebepet e dynjas, të cilat nuk janë të mjaftueshme, pra edhe fitoria e Allahut xhallahu ala. Fitoria e premtuar kur ka me ardh kur ne pra shpresën përfundimisht ta kemi te Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Yusuf: "Hatta idha stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna." Derisa i kaputon shpresat pejgamberët, edhe menduan se u përgënjeshtruam ne, atëherë u erdhi fitoria jonë. Pra shife, edhe pejgamberët e mëhershëm, Allahu xhallahu ala na tregon pejgamberët si ka qenë edhe sprovat tek ata. Thot Allah subhanahu wa taala, derisa kur hatta idha stay'asa ar-rusul. Edhe kur të dërguarit hupon shpresë. Hupon shpresë se me vërtet ki grupi besimtarve, do të thonë do vritet, do përfundoje këtu, s'do vazhdoje kështu me radhë. Thot derisa u koput shpresa e pejgamberëve, wa dhannu annahum qad kudhibu, edhe menduan se ne vetëm se u përgënjeshtruam. Krejt njerëzit na quajtën neve rënasak. Ja'ahum nasruna. Atëherë kur njerëzit më thanë këtë shpresë, më thanë u drejtuan sinqerisht Allahu xhallahu ala, atëherë pra erdhi fitoria e Allahut subhanahu wa taala. Si vjen fitoria e Allahut? Allahu na ka treguar në surën Nur një ajet ku thot Allahu xhallahu ala: "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat." Ka premtuar Allahu për ata të cilët besuan edhe bën vepra të mira. "La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim." Allahu do t'i bëjë më kombës ato në tokë sikurse i bëri ata të cilët ishin para jush. "Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna." Dhe Allahu u zëvendësoi frigën me siguri. "Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a." Më adhurojnë mua dhe nuk më bëjnë shirk. Pra kjo është ai kriteri i fitores. Ta adhurojsh Allahun edhe mos i bëj shirk. Kur ka më ardh fitoria? Kur nuk do i bëjmë shirk Allahut, kur da njësojmë Allahun me tauhid, atëherë vjen edhe fitoria. Ndërsa përderisa besimi i shumë njerëzve është i përzier me besime të kota, me bestytni, me shirkijate, me kufër, me vepra të cilët Allah subhanahu wa taala është i dhëruar, shumë rënd është të vjen fitoria. Pra shumë është rënd që të vjen fitoria në asaj rrethana. Ndërsa Allahu ka premtuar ato të cilët besojnë, bëjnë vepra të mira. Allahu të frigën çka i kanë, u zëvendëson me siguri. Frigën u zëvendëson me siguri, krahas kësaj, edhe Allahu xhallahu ala atëherë e plotësojnë kriterin që këto të bëhen më kombës në tokë. Jo njerëz zullumqtar, jo njerëz të cilët sapo arrin pushtet e teprojnë ndaj njerëzve me zullum, me shkelje të drejtave, të cilët Allah subhanahu wa taala ka dhënë njerëzve. Jo. Pa njerëz të cilët e adhurojnë Allahun, nuk i bëjnë shirk edhe janë larg zullumit. E ka pyetur Ebu Said al-Khudri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra sepse sigurisht edhe e njihni, Ebu Said al-Khudri është një prej sahabëve më të njohur. E ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam cilët njerëz më shumë ti sprovohen. Pra cilët njerëz më shumë ti kanë sprova. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ata më shumë ti janë të sprovuar pejgamberët. Më pastaj ata që u ngjajnë atyre, edhe më pastaj ata që u ngjajnë atyre. Me thonë, më të sprovuar në historinë e njerëzimit janë pejgamberët. S'ka dikush ka sprovuar sikur se janë sprovuar pejgamberët e Allahut. Pastaj kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, pastaj ata të cilët vinë pas tyre, hapave të pejgamberëve. Besimtarët që i pasojnë hapat e pejgamberëve, pastaj ata të cilët i pasojnë hapat e tyre. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu sprovohet në bazë të fetarisë së tij. Nëse është i fortë në fe, i shtohet sprova, e nëse është më i dobët, sprovohet atë sa i ka imanin e tij dhe vazhdojnë robin
ta godasin belajat derisa ai të pastrohet edhe të ecë nëpër tokë pa gjunahe. Pra shife, as njeriu sprovohet në bazë të imanit vet. Aq sa e kemi imanin, aq kanë me ardhë sprovat. Nëse e ke imanin e fortë, edhe sprovat kanë me të ardhë më të mëdha. Kanë imanin më të dobët, edhe sprovat kanë me qenë më të buta edhe pra më të dobta. Ndërsa Allah subhanahu na ka treguar në një ajet në surën Al-Baqara thotë: "Am khasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina min qablikum." A menduat ju vallë se do të hini në xhennet edhe mos ju godasë ajo çka i ka goditur ato përpara jush. Mesethumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. I goditi çka? Belajat, uria, vrasja, sëmundja. Wa zulzilu, edhe u dridhen. Hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah, derisa than besimtarët. Edhe pejgamberi me ta, dhe than mata nasrullah, kur ka me qenë fitori i Allahut? Ela inna nasrullahi qarib. Me të vërtet fitori i Allahut është afër. Pra popujt e mëhershëm, Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet na mëson se edhe popujt e mëhershëm kanë pasur sprova. Ne i shohim sprovat e muslimanëve, e sidomos këtë kohën e internetit, shohim sprovat e muslimanëve, fëmijëve tonë, vëllezërve, motrave tona në Gaza, edhe vende tjera në Kinë ose në Turkistanin lindor ku përsekutohen muslimanët. Kjo është një gjë e cila neve na godet edhe na dhem padyshim. Mirë po edhe ato që kanë qenë më përpara, edhe ato janë përsekutuar edhe janë vrarë edhe kanë përballuar. Janë përballuar me sprova të rënda. A thua, thot Allah subhanahu wa taala, a thua vallë ju menduat se do të hini në xhenet pa u sprovuar? Ka pasur edhe prej atyre që kanë qenë përpara jush. Janë vrarë, janë përsekutuar, kanë pat smundje, kanë pat epidemi të ndryshme. Derisa thot i dërguari edhe ata të cilët ishin me ato thanë kur ka me të ardhë fitoria, se janë lodhë më prej sprovave. S'mund bëhet, ndërsa Allah subhanahu wa taala çka ka thonë? La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk randon askon për te mundësive. Edhe në ato momente kur ti thua unë s'mundi të bëj më tepër, Allahu xhallahu ala e din sa ke mundësi. E din sa ke kapacitet. Sepse Allah subhanahu wa taala pra nuk e ngarkon askon për te mundësive të veta. Hadithi tjetër transmetohet prej Ibn Mesudit, thot: kur ndodhi betejë e Hunenit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju dha përparësi në ndarjen e plaçkës luftës shumë njerëzve. I dha Aqra bin Habis 100 deve. I dha Ujejn ibn Hans 100 deve. Dhe ju dha shumë fiseve të cilët ishin me reputacion në atë kohë. Dhe një njeri i tha Ibn Mesudit, kur e pa këtë çka e bani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i tha Ibn Mesudit, kjo ndarje e plaçkës luftës nuk është e drejtë. Ndërsa Ibn Mesudi kur e ndëgjoi këtë fjalë, u iritua për kësaj fjale. A thonë ta kritikojsh të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet edhe nuk vepron nga hamendja e tij, por vepron nga ajo që ka shpallur prej Allahut subhanahu wa taala. I thot kam me i tregu të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot shkova dhe i tregova pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte, do të thonë në atë gjendje, sa ja tregova, do të thonë e pa se i ndryshoi ngjyra e fytyrës së tij. Edhe pash një farmërolje në fytyrën e tij. Edhe tha: kush ka me bën drejtësi nëse nuk bën drejtësi Allahu edhe pejgamberi i tij? Dhe tha: Allahu e mëshiroft Musain alayhis salam, u sprovua më shumë se kaq edhe bani sabër. Pra shife, prej këtij hadithit, i cili po ashtu ka të bëjë me kaptinën e sabrit, na tregohet rasti i betejës e Hunenit. Kur ka ndodhur betejë e Hunenit, nëse s'gaboj ka ndodhur në vitin 8 mbas hijretit, pra bëhet fjalë për kur fillojnë me të madhet që të pranojnë Islamin në gadishullin arabik, ka pasur disa fise, kanë qenë konkretisht dy fise të mëdha, të cilët kanë refuzuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përkundër asaj, më thon shumë fise kanë depërtuar në Islam, ka pasur fise të cilët kanë pat kokforci. Edhe kanë bërë rezistencë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe depërtimit e Islamit në ato vende, ndërsa Huneni është një vend i cili gjendet mes Mekës edhe Taifit. Do të thonë shumë afër Mekës, pra do të thonë rrafshin mes Mekës edhe Taifit. Pra në këto raste e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ballafaquar këtë sprov me njerëz të cilët janë popullit vet, prej fiseve të atij vendit. Po, kurëshit kanë qenë autokton Mekës, mirë po edhe fiset Banu Thaqif, edhe të cilët janë në esencë atyre është në Taif,
Edhe ato më thonë kanë qenë kujshit Mekës në aso kohë. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas fitores në atë betejë ka pasur shumë plaçk lufte, më thonë ganimet. Edhe ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa mas. Nuk ka qenë që sikur se të ne njerëzit për shembull djalo djalit, djalo nipit, djalo stërnipit. Thonë çdo herë jo i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka pa dërt ngritjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. E ka pasur për qëllim triumfin e Islamit. Triumfi i Islamit ka qenë, më thonë, qëllimi i tij mbi çdo gjë. Mbi interesat personale, mbi interesat e vladit, afërmëve të kuj, edhe ju ka dhënë njerëzve shumë. Transmetohet e Iqra ibn Abi si ka dhënë 100 deve para mendon, person. Ujejin e si ka dhënë 100 deve, edhe fiseve tjera me reputacion ju ka dhënë tepër. Pse ju ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Për sytezia, jo. Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa diçka të ato, se nëse unë i ndihmoj këto fise, do thonë këto kanë me qenë të ardhmen njerëz edhe komunitete të cilët do të ndihmojnë dinin Allah. Nuk është vetëm të jap, unë vetëm e ka përdor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë strategji, do thonë ka investuar aty ku është më e dobishme. Edhe ju ka dhënë disa njerëzve, edhe ju ka dhënë disa fiseve pa mas. Edhe ka pat prej atyre të cilët e kanë kritikuar këtë. Ka thonë s'është drejtësi, nuk e kanë ndarë në mënyrë drejtë. Edhe ki fjali shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmeton prej Mesudi. Mirë po, nuk është diçka me të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka treguar këtë formën që ta tregojë arrogancën e tij ndaj atij personi që e ka thonë, jo. E ka treguar se edhe njeriu për shembull ka mundësi ndonjëherë të sprovohet me familjen e vet, me fisin e vet, ndonjëherë me shokët e vet. Edhe çka tha? Allah më shiroft Musajin. U sprovua më shumë se kaq edhe boni sabër. Cila sprov, edhe Musa alayhis salam u sprovua me popullin e vet, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u sprovua me popullin e vet. Sprova e popullit Musait ishte më e rëndë. Ishte shirku. Para mendo. Ishte shirku, i bojnë shirk Allahu, nuk është për shkak se ka thonë një individ një fjalë ose 4-5 veta i kanë qarkulluar një fjalë. I kanë bën komplet popullit çka? I kanë bën shirk Allahu. E kanë bën viçin. Për sa vite sa ka shku Musa alayhis salam takim me Zotin e vet? 40 ditë. Edhe 40 net. Do thonë ka shku në takim me Allahun subhanahu wa taala, Turi Sina, edhe për atë periudhë, për periudhë 40 vjeçare, ka munguar pejgamberi Musa alayhis salam mesin e tyre, edhe e kanë adhuruar viçin. Para mendo tash 3-4 vite mbas. 40 ditë s'ka qenë aty pejgamberi, çka kanë bë? Kanë bë shirk. Para mendo mas 3000 viteve. Edhe ne tash habitemi se çfarë krime bojnë ato, mos u habit, s'është për të habitur për atë popull. Nuk është as pak për të habitur. Prandaj Musa alayhis salam u sprovua me një çështje shumë të rrezikshme. Pra me shirkun, populli vetë më thani bani shirk. Pastaj sërish bën tobe, e kështu me radhë, më thon sprova të mëdha. Edhe populli i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e luftua pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, bën rezistencë ndaj atij. Më thonë, e luftuan të dërguarin edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i luftoi ato. Edhe kjo si fjalë çka e thanë ato, nuk ishte ndonjë fjalë për të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e morin përgjegjësi atë personin. Mirë, po çka? E dha një mesazh për atë person edhe për krejt muslimanët në përgjithësi. Edhe tha Allah më shiroft Musaj. U sprovua shumë më shumë se sa kjo çka sprovova unë. Edhe pra bani sabër. Për këtë hadithi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mësojmë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pat edhe është në Islam plaçka e luftës, pra është diçka e cila është halal. Edhe Allah subhanahu wa taala e gradoi këtë umet, edhe ju lehtësuan disa gjëra në këtij umeti, edhe ju bën halal disa gjëra të cilat në popujt e mëhershëm pra nuk kanë qenë halal. Si për shembull në disa popuj në shariatet e mëhershme, plaçka e luftës nuk është lejuar që të përdoret. Pra është grumbulluar plaçka e luftës edhe është gjik. Do të thonë është shkatruar. Ndërsa në umetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam plaçka e luftës pra është halal. Prandaj janë disa ajete të cilët flasin për sabrin. Ku thot Allah subhanahu wa taala: "Fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna." Pra për këto pejgamber, sigur se i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, Musai edhe pejgamberët tjerë përpara. Fasabaru ala ma kudhibu wa udhu. Bon sabër në atë që u përgjigjëstruan, edhe u maltretuan,
hatta ja'ahum nasruna, derisa ju erdhi, hatta atahum nasruna, derisa ju erdhi fitoria e jon. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala këta pejgamber i ka bën si shembulltyr për besimtarin. Edhe ka thënë laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Dhe Allahu në tregimet e tyre bëri shembull për ata të cilët janë zotët e mendjes. Dhe tha, ulaika alladhina hada Allah fa bihudahu muqtadi. Pra që do të thonë, të tillët janë çka Allahu ju udhëzoi, edhe ti me udhëzimin e tyre pra ndiqe. Pra, edhe ti udhëzimin e tyre ndiqe. Kush ishin këta të udhëzuarit? Ishin pejgamberët e Allahut, prej te i pari edhe deri te vula pejgamberëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra këta ishin të udhëzuarit. Edhe thot fa bihudahu muqtadi, edhe me udhëzimin e tyre pra ti pra ndiqe këtë rrugë. Pra inshallah këtu e përfundojmë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.